Dashuria dhe mëshira janë bazat e martesës. Në ajetin 21 të surës Ar-Rum, Allahu i madhruar thot: Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma. Inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Dhe prej shenjave të tij, Allahut, është që prej jush krijoi për ju bashkëshortet tuaja, që të qetësoheni pranë tyre, duke vënë ndërmjet jush dashuri dhe mëshirë. Me të vërtetë, në këtë ka shenja për njerëzit që mendojnë. Në këtë ajet të begat, Allahu i madhruar tregon se martesa është një nga shenjat e fuqisë dhe të urtësisë së tij. Ai i krijoi bashkëshortet nga njëjti lloj, nga vetë njerëzit, në mënyrë që burri dhe gruaja të gjejnë qetësi shpirtërore dhe stabilitet tek njëri tjetri. Marrëdhënia e tyre nuk duhet të ndërtohet vetëm mbi nevoja fizike, por mbi dashuri dhe mëshirë. Nga ky ajet mësojmë së pari, martesa është shenja e Allahut. Ajeti fillon me thënien dhe prej shenjave të tij, pra të Allahut. Kjo tregon se sistemi i familjes është një argument i madh i urtësisë së krijuesit fuqiplot. Harmonia ndërmjet dy njerëzve me karaktere të ndryshme është një mrekulli e krijimit. Së dyti, qetësia shpirtërore është qëllimi i martesës. Për këtë, ajeti thotë që të qetësoheni pranë tyre. Kjo tregon se martesa nuk është vetëm bashkëjetesë, por streh shpirtërore, që do të thotë se burri dhe gruaja janë streh për njëri tjetrin. Kur njeriu lodhet nga jeta, problemet dhe presionet, ai gjen paqe në familje. Burri dhe gruaja duhet të jenë për njëri tjetrin burim sigurie, burim mbështetjeje dhe vend ku zemra gjen paqe. Nëse familja humbet këtë qetësi, atëherë largohet nga qëllimi i saj. Së treti, dashuria është baza e martesës. Ajeti thot duke vënë ndërmjet jush dashuri. Dashuria në këtë ajet nënkupton respekt të ndërsjellë, afërsi emocionale dhe dëshirë për të bërë mirë për tjetrin. Dashuria që Allahu e vendos në zemra në fillim të martesës, që i afron bashkëshortët dhe i lidh emocionalisht. Së katërti, mëshira e mban martesën të qëndrueshme. Ajeti thot, duke vënë ndërmjet jush dashuri dhe mëshirë. Mëshira është një dimension më i thellë se dashuria. Është ndjenja e thellë e kujdesit dhe dëmshurisë që shfaqet sidomos kur njëri sëmurët, plaket dhe dobësohet. Ajo është durim ndaj gabimeve, është falje dhe kujdes ndaj dobësive të tjetrit. Shpesh me kalimin e viteve, mëshira bëhet themeli i marrëdhënies. Dashuria mund ta fillojë martesën, por mëshira është ajo që e mban martesën gjallë gjatë gjithë jetës. Së pesti, martesa kërkon reflektim dhe mendim. Ajeti përfundon me thënien, në këtë ka shenja për njerëzit që mendojnë. Pra, kush mendon thellë, kupton se familja nuk është rastësi dhe se dashuria dhe harmonia janë pjesë e planit të Allahut të urtë e të gjithditur. Në kohën tonë, shumë probleme familjare lindin sepse martesa shihet vetëm si marrëdhënie materiale ose vetëm si emocion i përkohshëm. Ky ajet na mëson se martesa duhet të ndërtohet mbi 3 shtylla, mbi qetësinë shpirtërore, mbi dashurinë dhe mëshirën. Gjithashtu, ky ajet na mëson disa parime themelore që janë: martesa është qetësi, jo konflikt i vazhdueshëm. Dashuria duhet të shoqërohet me mëshirë dhe durim. Familja është vendi ku njeriu gjen stabilitet shpirtëror. Respekti dhe mirëkuptimi janë themeli i një martese të fortë. Kur këto të treja gjenden në një familje, ajo bëhet një nga shenjat e mëdha të mëshirës së Allahut në tokë.